Edhe ardha i tash me mëtu, që kanë zanat ta serb. Thanë të ha me goje po bën çështo. Po s'kom prit. Si i kom ra, tash ku i kom ra, im kon në afersi, s'kom mujtë mira direkt, po i kom ra kroshe. Po qa shumë i kom ra, o shku e naher, do këtë 3 metra, o shku sa t'je ma poshtë, ra me krye, pa vedi. Tani dikon 95 në kem pas me hi me Kadrinë me thaqin, po une e pa ta rej serb. E ra është në burg. Në ra. Ai serbi i pa ta rej turkon. Turqit e kurt. Edhe ku isha në qatë qytetin e ra, unë isha vetë si shkova i ri, edhe tash ata si të rije, u mundesh një shkoni, kishin pas ata aty atë vendin, kishe ma problema. Tash ata kurt e kishin shtijat serbin me mrej mua. Edhe kon kart një diskotek ku banesha, unë e fjell një hymi tjetër banesha, i më konë me një binak pepshin e unikit bashkë me ta. Ka pasë dhe shqiptarë aty që konë një bikim zeka i Prishtinë, se do shto. Tash në Amerikë është ai, djali mirë shumë vonë. Edhe tu hina aty këta këshin shtije me mreqat serbi. Ai serbi ka qenë kickboxer, edhe këshin një zhvillumun edhe problem, shumë i njoftën për problemet. Edhe tu këshyr po ma fruat nga të dhe po më këqyra, ja, po më... Unë po më shkojnë sy të e, thash, qa ka, këta shak... Pja bëj kështu me se i zhurëm, qa ki, qëfa problemi ki. Edhe po në thanë të raja, po e hinë nga dajnë, një konë dhe sigurimi aty, më kapën e mu, thash, po s'kam problem, a ishë. Po nëse disha si o serb, hala. Edhe vjen në bekim zeka, tha bashkim, tha, është ta problem, tha, shka kjo më kjo, tha serb. Serb, thash, a unë me nëzis peqas, i kesha i horejsha. Edhe kom pritur në desa është liru, po aj se kalon zoti rahat me u largu, asesh në edhe vjen ma frot, po konë, ku isha unë qëto konë konkorti, këtu ma poshtë, edhe dojt e dyta pjesë qështu, ma ne, tu nisha qëto. Edhe ajo arë që të në shkallë hypë, edhe ishi 2 metra, konë i madhë, i zhvillum, ishte 20 kila, po këtë musë. Edhe arë, aj tash me mëtu, që kanë zanat, ta serb. Thanë të ha me goje, po bën qështu. Po s'kom prit. Si i kom ra, tash ku i kom ra, im kon në afersi, s'kom mujtë mira direkt, po i kom ra kroshe. Po qa shumë i kom ra, o shku e naher, do këtë 3 metra, o shku sa t'je ma poshtë, ra me krye, pa vedi. Edhe nuk e kam zakon, kur të bjen të kush pa vedi, e mi ra mu. Shtu vetë e kam qashtu, si kur tash ti nuk rejem, se i kemi bo vjetë, po ku im kon matri, ka e në ka ndohë problemet. Ishin konë hojshem kretë sigurimi. Kretë shqiptarët aty hojshem ta. Kretë e kanë sulmun ta. A këta shqiptarët e sigurimi, kretë kanë cilën ta. Qashtu për pavedije. A unë tërhek në aty. Po mojnë vesh tani, sa i ke rreshëm, patën marë shtim bërk. Qashtu patën majtë pak bërk. Tani s'majtën shumë. Tani këto jenë ardhin hije Kadria me këta kur jenë kënë hije në për Shqipëria, në ardhë ka bile aty në hije me edhe Lonja, kur me ta se më tregun të një këta si me Luan Radini, në ardhë këne i ka Glogjani, një planicë, në drenicë, që i kam pas misionin. Po, 96 një më hiju në përherë të parë me ta, një planicë, në drenicë, 97 një më hiju 2 herë, 96 me Kadrinë me Hashimin një më hije, 97 një më hije, një herë jemi hije masi si o vra Luani, dikon një mujtit mas, jemi hije me Kadrin, Hashimin, Thaqin, vërtet, Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Nurën, edhe Skender, bjemnin, so kam kujtuat Skens, ma gjupi ja bëshim Skens. Edhe herë jemi hije 97, dikon vonë, në 8 orë, 9 orë, aty jemi hije me Recep Selimin, Kadrin, Hashimin, edhe ka qenë një djali, ka pa dhonë në Azem Sylla, një djali Jobilishit. Edhe Haki Drenica, konë për e të parë që atëherë me ne o hije.